Kanë qenë vetëm 4 qerdhe të reja që janë ndërtuar për 20 vite. Tash janë 74 qerdhe që janë ose të ndërtuara në ndërtim me sipër ose që janë të prokuruara. Mendoj që është një progres me krahasu me këtë qeveritë e mëhershme. Ajo që gjendja është ajo që ka qenë ajo që kemi gjetë, nuk ka qenë e duhuna. Lëvizjet vendosën në fakt ose qeveria Kurti e ka shtynë në rrugë të mbarë këtë punë. Nuk pajtohem disa prej donave që folën për cilësinë e arsimit, për progresin e vogël në qerdhe, nuk e di çu mund domon kopshtin në qerdhe. Në fakt, kur kemi ardhur, numri i qerdheve ka qenë shumë i vogël, edhe kanë qenë vetëm 4 qerdhe të reja që janë ndërtuar për 20 vite. Me ardhen tonë për shtat tash janë 74 qerdhe që janë ose të ndërtuara në ndërtim me sipër ose që janë të prokuruara. Domethënë që kanë filluar procedurat e prokurimit për prej tyre 26 janë veç funksionale. Mendoj që është një progres me krahasu me këtë qeveritë e mëhershme për 20 vite e kaluara, ka një progres në këtë drejtim. Kemi gjetë një edukim në fëmijëri të hershme që ka qenë i pa konceptuar, nuk ka pas një kornizë ligjore për këtë punë. Është ligji për edukimin në fëmijëri të hershme është bë pikërisht tash, janë bë kurrikulat tash të fundi, kurrikulat për edukimin në fëmijëri të hershme që nuk kanë qenë përpara, e që janë bë shumë procese tjera sa përket rregullimit të këtij lloji shkollimi. Edhe rezultati që ajo që thonë të punë rezultateve në PISA, unë besoj që një bazë të madhe të problemit e ka pikërisht tek kjo. Tu mos i përjashtu edhe probleme tjera që kemi në sistemin tonë arsimor, ose që i kemi gjetë në sistemin arsimor që po mundohemi me i drejtu. Nuk ka pas një vlerësim të mirë duhen as të kuadrit që është rekrutu, qoftë drejtorave, qoftë stafit, edhe në shumicën e rasteve këto rekrutime kanë qenë puro politike. Edhe mendoj që kjo ka ndikuar edhe në cilësimin e arsimit, sepse nuk ka pas një llogaridhënie të duhur ndaj jo vetëm ndaj qeverisë, pas ndaj qytetarit. Edhe kjo ka ndikuar shumë që me pas në këtë gjendje ku qysh e kemi. Megjithatë, pikërisht me insistimin e qeverisë tonë, kjo ka ndryshuar.